Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Po ju pëlqeu në fund video, bëni subscribe. Sot është e njëjte, data është 19, muaj është i 3, vitit 2026, vit që po e shkelim. Dhe në Tetov është, i thuajnë dita e Arifës, një ditë para Bajramit. Nesër është Bajram dhe gëzuar. Të gjithë atyre të cilët janë të komunitetit dhe besimit musliman. Pra, sot në Tetov ka pasur një gjallëri pak më ndryshe, jo që është ditë tregu e njëjte, por ka pasur edhe gjallëri të cilët kanë zgjuar pak, jo vetëm korreshjen, por edhe reagimet e qytetarëve. Sepse atë që e bëjmë vetë, pastaj të tjerët mezi se presin gabimet tona. Do dalim pak në Miftëninë e Tetovës. Ata sot kanë shpërndar rreth 1000 e disa dhurata në për shkolla fillore, në komunën e Tetovës, gjithandej, edhe në disa komuna rurale. Por, ajo që nuk është menduar, ose është menduar mirë, por më vonë do ja shohim pasojat, sepse komunitetet tjera fetare, kur kush tash s'mund të ndalë në për shkolla fillore, të vinë dhe të shpërndajnë edhe ato, ose predikimet e tyre, ose dhuratat e tyre. Pra, u aqelëm derën me gabimet tona. Miftënia shumë mirë di se Maqedonia është shtet sekular. Dhe kjo, a di se jeni në kuptoj unë, humanizëm apo shkelje neutralitetit. Bëhet fjalë për rastin e shpërndarjes së dhuratave në për shkollat në Tetov nga Miftënia e Tetovës. Shpërndarja mbi 1000 dhuratave për nxënësit nga Miftënia e Tetovës në prag të festës së Bajramit, Fitër, është paraqitur si një akt solidariteti dhe kujdesi për fëmijët. Në pamje të parë, kjo është një nismë pozitive, ndihmë konkrete dhe gëzim për më të vegjël. Por ky aktivitet zhvillohet brenda shkollave publike. Lind një pyetje legjitime. Apo respektohet parimi i shtetit sekular në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Nesër, edhe komunitetet tjera fetare do i vërshojnë shkollat. E çfarë do thuajmë? Pra, apo mbas është kjo edhe në një marrëveshje e komuniteteve dhe e politikë bërze. Shkollat publike duhet të jenë hapësira neutrale, të lira nga ndikime fetare. Prania e një institucioni fetar në shpërndarjen e ndihmave brenda këtyre institucioneve mund të perceptohet si përzierje e fesë me sistemin arsimor shtetëror. Edhe nëse qëllimi është human, forma e realizimit mbetet e diskutueshme. Një tjetër problem thelbësor është mënyra e përzgjedhjes së përfituesve. Nëse dhuratat nuk shpërndahen në mënyrë të barabartë për gjithë nxënësit, atëherë krijohet një ndarje dukshme mes fëmijëve, në ata që marrin dhe ata që nuk marrin. Në një moshë të ndjeshme, të brisht, kjo mund të ndikojë në vetë vlerësimin dhe raportet mes bashkëmoshtarëve, mund të ketë edhe bullizime, duke i etiketuar në mënyrë të heshtur si të varfër dhe të tjerët. Kjo nuk do të thotë se ndihma duhet të ndalet, përkundazi, ajo është e nevojshme, por mënyra ka rëndësi se si bëhet. Një shpërndarje më e drejtë do ishte përmes institucione sociale ose duke përfshirë të gjithë nxënësit pa dallim, në mënyra që të shmangen çdo ndjenjë përjashtimi apo stigmatizimi. Në fund, ky rast nuk është thjesht për dhuratë, është një test për balancën mes humanizmit dhe parimeve të shtetit sekular. Qëllimi mund të jetë i mirë, por mënyra si realizohet përcakton nëse ai mbetet i tillë apo kthehet në debat publik. Si do ishte mënyra më e drejtë? Nëse do ishte bërë më mirë në objektin Miftënisë ose në shkollën fetare, pa ekspozim publik të përfituesve, përmes qendrave sociale jo drejt në klasa, ose për gjithë nxënësit njësoj pa dallim, dhe aty nuk do të kishte as bullizëm. Me siguri dikush e ka menduar mirë, apo ka hyrë në një valle të dikujt tjetër. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Dhe të ndalim pak edhe në atë që quhet Bilal Kasami. Është fenomen, vërtet është fenomen. Ku nuk e bën vaki e gjen. Ta mbjellësh drum dhe dale bar, ta mbjellësh bar dhe dale drum. Dhe ai sot është dukur në së bashku me shoqatën në bashkëpunim, shoqatën humanitare Agimi i Bamërësisë, dhe kanë vizituar qendrën tonë ku kanë shpërndar pako me dhurata për fëmijët me rastin e festës së Fitër Bajramit. Së bashku me stafin e shoqatës humanitare Agimi i Bamërësisë, Kasami i ka ndarë dhuratat për më të vegjël, duke sjell atmosferë festive dhe buzëqeshje në fytyrat e fëmijëve, në deklaratën që ka shpërndar Komuna e Tetovës. Nga kjo vizitë u theksua rëndësia e solidaritetit dhe kujdesit ndaj fëmijëve, veçanërisht në ditë festash me qëllim që gëzimi i Bajramit të ndahet me të gjithë. Por a është bash ashtu? Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Sepse në të gjitha dhuratat që është shpërnda, shënon se janë pako të Agimi i Bamërësisë. Unë nuk e di nga i ka marrë Agimi i Bamërësisë, por e di nga fotografia se
Njerëzit e agimit të pamirësisë janë në lëvizjen besa, në kryesi e kështu me radhë. Mbasi dikush pretet të bëhet drejtor apo ministër. Pra, Bilal Krasami e huq. Ka vende, malësia e sharit vuan, shumë familje vuan për bukë. Bilal, mësyja malësisë e sharit. Dhe. Pra, edhe një t'i gabim. Institucionet shtetërore. Nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Bilali sot ka një deklaratë mjaft interesante lidhur me atë që gjithë e thonë, dhe që është gabim, por dhe bën gjunajnë më të madh në historinë e Tetovës, sepse gjithë kryetarët kanë bërë një budallaki, por ky po e bën budallakin tash në 4 orë. Me atë që ai thotë, nuk e shes, por do e jap me koncesion. Njësë është më mirë shite, se sa të presim ne, mbi deri vitin 2038, kur pritet t'i kaloj koncesioner. Pra, Komuna e Tetovës del me atë se digitalizimi i ujit nuk është koncesion për fundi abuzimit. Pra, shumë interesant. Në reagimin zyrtar thuhet se nuk paraqet koncesion apo privatizim të ujit, por synon të jap funksish të theksohet një praktikë të gjatë ku qytetarët e rregullt kanë paguar faturat të tyre që keq përdorin ose vjedhin ujë. Shumë e thjeshtë është, shumë e thjeshtë. Inspektorët, vija, shënimi, emri, gjykata. Sepse ujin, vetëm me vendim gjykate mund të ndalë dikush. Dhe thot, ujë Tetovës mbetet e tovar. O Bilal, 200.000 arsye t'i gjesh. Nuk është kot që përmendin 200.000. 200.000 arsye t'i gjesh, 200.000 nuk i gjen. Është problemi yt. Nuk e di kush ka ngushtuar, por është problemi yt. Vërtet është problemi yt. Dhe nuk do merrem më me Bilalin, sepse jo që s'ka, po s'ka dhe kulturë të përgjithshme se çka është fetare, çka është kombëtare, çka është njerëzore. Okej. Sot Parlamenti i Republikës së Maqedonisë ka qenë vërtet show. Vërtet show ka qenë. Jo për diçka tjetër. Domethënë tash ta gjej ku është, pra, vërtet show ka qenë. Mos durim. Dëgjoj, lutem, me plot respektin të drejtohet, pak të ndihmoj. Mos durim, lutem. Ajo dhe të këndoje pak nota me të këndoje, nervozën që e keni, është pa nevojshme. Dhe besoj se edhe me kretë respektin për gjinin febrora, mund nuk ti. Ju lutem mos dërini. Nderuar deputete, ju lutem mos dërini. Keni e teore dhe s'mund të flas me jo. Kështu që fletni çka doni. Ju lutem, Saranda. Sa jeni të moralshëm, sa jeni të ndershëm, sa jeni të njerëzishëm, sa jeni fetar, sa jeni kombëtar, jeni të demaskuar, keni edhe përgjime, jeni të njohur me opinionin, jeni të baltosur, jeni të nxim, jeni të përzim, dhe gjithë shqiptaria dhe gjithë besimtarët e dinë se lideri ju i ka shajt dhe fen, edhe profetin, dhe ju nuk vlerësoni, nuk respektoni as një vlerë kombëtare, as fetare, jeni gjithë me improvizime. Ndërsa, sapën islam, ato e din popullata. Nuk mundeni në këtë foltore të përdorni ashtu terma, se është turp për juve. Dëgjoj, lutem, me këtë respektin të drejtohet, pak të ndihmoj. Mos durini, lutem. Ajo dhe të këndoje pak nota me të këndoje. Po pra, unë këtë do dëri për diçka tjetër. Vërtet, Saranda me profesion mund tjetë edhe këngëtare, për shtoj muzikës argëtuese. Unë kam punuar 18 vite me radio visare. Dhe për shkak punës me radio, sepse i vetmi financim kanë qenë përshëndetje dhe urimet, unë kam udhëtuar në për shumë lokale për gjetur këngëtar për darsma që mi kërkonin mishterit e kështu me radhë. Sarandën nuk e kam takuar. Nuk e dal Lërim e gjeti Sarandës hak. Por, e mbasi ka kënduar në ndonjë matur, në ndonjë mbrëmje, mirë, por në për kafene jo, e ke gabim.
Por pastaj plasën debatet. Përplasje tensione ndërpersonale, etiketime, në vend të debatit të argumentuar, deputetët e shumicës të opozitës shqiptare fillojnë rënë njëri tjetrin gjatë seancës së sotme të kuvendit. Dëgjoj të lutem, me krejt respektin të drejtohen të ndihmoj. Ky do të ndihmoj ka. Si thot Saranda. Ai le të këndoj pak natën, le të këndoj. Nervozën që keni është e panevojshme. Çfarë nervoze be në gërditje kur të shohim në foltore. Të shpaja, hajde. Me krejt respektin për gjinimin final, por nuk di si të flas me ju. Jeni dehur dhe s'mund të flas me ju, flisni çka doni. Shko mbushi hundet pak, shko, mbushi hundet pak se dozën se ke marr. Si e vetë mor pis, mor i degraduar, mor. Lutem Saranda i thot kryeparlamentare Frim Gashi konfrontimit të Vlerën Bexhet dhe Saranda i merret. Dhe, vërtet. Pse jo? Ky është realiteti atë që unë e përfoli gati se 6 muaj në këto paraqitjet e mia. Kemi degraduar. BDI-ja nuk është lule që i vjera. Ama dhe vleni, fair, nuk është lule. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Pra, gjithandej vetëm punët keq e më keq. Por, e dini se kohëve të fundit të bëu mjaft potere lidhur me korridorit 8 dhe 10D. Tash dori se 13 ekspert paguan 3.800.000 euro, sa gati 92 punonjës. Më i shtrirti për ekspertë ka 15.600 euro rrogë në muaj. Dhe më thonë këta që i larguan 50. Pse inspektoriatet nuk i kontrollojnë? Si është puna e TVSH-s me këta? Ndërkohë, tenderi i tretë për angazhimin e ekspertëve për korridor 8 dhe 10 kanë nxjerrë në pak kosto të tepërta të larta për shërbime konsulence. Për 13 ekspertë do të paguan 3.800.000 euro, një shumë që krahasohet me pagat e 10 punonjësve. Veçanërisht problematike konsiderohet mungesa e transparencës në përcaktimin e vlerës së tenderit dhe fakti që vetëm një ofertues ka marrë pjesë në procedurë. Tenderi për ekspertë për korridor 8 dhe 10D, ndërmarrja publike për rrugët shtetërore do të paguajë për 13 ekspertë aq sa për 92 punues. Kostet e ndërtimit të seksionit të autostradës së korridorit 8 dhe 10D vazhdojnë të rriten, përveç kontratave të ndërtimit dhe mbikëqyrjes, një kontratë për asistencë teknike të ekspertëve për punonjësit e ndërmarrjes publike për rrugët shtetërore u përfundua në nëntor 2025 në shumën prej 3.800.000 euro. Tenderi për asistencë të ekspertëve zhvilluar në bazë të një programi të vjetër projekti të përgatitur para fillimit të aktivitetit të ndërtimit në korridorit dhe pasi ishin shpenzuar tashmë 381 milion euro. Kontrata vjen 2 vjet pas krijimit të njësisë së projekteve speciale për ndërtimin e sanksionit të autostradës dhe pasi numri punonjësve në kompani u rrit me 42% nga 352 në 501. Tarifat e ekspertëve, ekipit të ekspertëve maqedonë serb të angazhuar variojnë midis 13.000 dhe 23.000 euro në muaj për ekspert. Megjithatë, shumica e ekspertëve do të angazhohen për 50% të kohës së tyre dhe disa edhe më pak. Për një angazhim 4 vjeçar, udhëheqësi i ekipit do të kërkojë 550.000 euro, 8 ekspertë do të kushtojnë midis 272.000 euro dhe 500.000 euro, secili prej tyre individualisht, ndërsa 4 kontrata kanë me vlerë më të ulët midis 38.000 dhe 156.000 euro. Dhe largon punëtorët shqiptarë nga atje. Ndërsa Maqedonia, posaçërisht këtë qeveri mundohet që të arsjetoj pa fakte, pa dokument para opinionit të shkruar dhe të nënshkruar nga UNESCO se nuk mund të kalohet nëpër trebenisht. Nuk është okej. Dhe është bërë muhabet edhe për korrupsionin sot shumë. Ka befasuar. Korrupsioni më i lartë është në mjekësi, dhe të specialistët. Në Serbi, të bëj një krahasim ashtu kot, sepse si zakonisht kur takohem me mjekët, ngucemi nga pak, dikur fliteshte se mediumet janë më të korruptuara. Mirë po, kësaj radhe na dalin se specialistët janë më të korruptuarit. Dhe ja si shkon. Mjeku specialist, nga 1.200 veta që janë pyetur, u kanë kërkuar 59.3% për tyre mito. Pra, ata që bëjnë operacione, 33.9% kanë kërkuar mito. Të shërohesh në spital, 32.2% mito. Në ginekologji kanë kërkuar 11.9% mito. Dhe shërbimet të ndryshme lidhur me shtatzanin dhe lindjen kanë kërkuar 3.4% mito. Ndërsa ndihma shpejt ka kërkuar 1.7% dhe mjeku am 1.7%. Dhe pastaj thuani, ky shtet do bëhet mbase, do bëhet për Velikden ose për Bajramin tjetër.
Nuk ka, s'ka ku të shkoj. Më keq nuk na shkruhet në Maqedoni. Kur çdo gjë. Veç më e dini nga hëna pritën çmimet e reja të naftës, dhe çdo çmim i ri do bëhet edhe me atë që quhet ngritje të gjitha çmimeve të tjera. Dhe më ka gëzuar fakti se sot në Siniqan kanë bërë një pranim dorëzim në shkrim të kontratave dhe si duket është bërë gabim informata. Në Siniqan nuk bëhet fjalë për ndërtim të ri të çerdhe, për adaptim të një objekti ekzistues. Dhe po prezantohet si investim i ri. 243.000 euro. Okej. Pra në gjuhën shqipe nuk është njësoj. Kryetari i Komunës Feti Abazi në faqen e vet zyrtare ka shkruar çerdhja në Siniqan do të ndërtohet. Dhe nuk është njësoj në gjuhën shqipe. Dhe 2, pak më poshtë, parasheh rekonstruimin dhe adaptimin e objektit në vendbanimin Siniqan në çerdhe moderne për fëmijët tanë. Pra, ky ishte si sqarim. Ndërtimi i çerdhës së re, pra, është kur objekti i ri fillon nga zero, tokë plus ndërtim komplet. Rekonstruimi dhe adaptimi i objektit ekzistues. Po merret një ndërtesë që ekziston dhe po përshtatet për çerdhe. Në informacionin që ka dhënë kryetari i projektit nuk është ndërtim i ri, por rekonstruim plus adaptimi i një objekti ekzistues. Pra, dikush po e paraqet si çerdhe e re për efekt politik PR, ndërsa realisht është çerdhe e re si funksion, por jo si objekt i ri fizik. Shumë thjesht. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Pra, gjithandej vlon Maqedonia nga ajo që quhet gabim koncept dhe paraqitje para VMRDPM-s. Nuk ka se ku të shkoj. Mandej, unë për këtu sonte ju përshëndes. Çfarë nuk ka në Maqedoninë në TAV, do e gjeni tek unë këtu në të që quhet video paraqitje. Pra edhe njerë, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani, po ju pëlqeu bëni një subscribe. Dëgjohemi nesër mbrëma.